Kryeministri Edi Rama reagoi për komentet ndaj qëndrimit të tij lidhur me paralajmërimin serb për ndryshim të rrjedhës së lumit Iber, si një mënyrë për të goditur Kosovën, duke ju përgjigjur kritikëve. Kryeministri thekson se ka qenë preciz e korrekt në reagimin e tij, por se gjithçka vjen nga urrëtia që kanë për të si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, duke i konsideruar si turbofolk. Pra qëndrimi im ka qenë preciz përderisa në kreta të ndërhyrje shtëruese që u përshëndet edhe nga vetë deputetja britanike Alessia Kearns, një flamurtare e flakët e Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar, baza e turbofolkut nacionalist në Prishtinë gjeti të kapet pas një fjalie të vetme për të mos lejuar që ai qëndrimi i qartë kundër provokimit të Serbisë të hutonte fancat e turbofolkut. Më tij Rama thekson qëndrimin e tij ndërsa thumbon kritikët. Që Serbia e humbi Kosovën është thjesht një fakt, sa përvolues për turbofolkun nacionalist në Beograd, aq cingërisës edhe për turbofolkun nacionalist në Prishtinë, dhe përputhja e tyre dje në kundërshtinë patetike ndaj meje është thjesht një tjetër kompliment për diplomacinë e Shqipërisë, Europës së Ballkanit. Kryeministri vijon edhe më tej me ironit, ku kritikët i konsideron si laborator ekselent për matjen e saktësisë së qëndrimeve të tij. Sa herë që ajo ushtri lëshohet nëpër kanalet sociale për të shfryrë urrëtitjen e verbër ndaj meje, unë e quaj të kryer me sukses detyrën time si kryeministër i këtij vendi, qoftë ndaj Shqipërisë, qoftë ndaj Kosovës dhe qoftë ndaj paqes e bashkëpunimit rajonal. Edhe dje laboratori ka funksionuar perfekt, me trolla që u lëshuan për të më rikonfirmuar si tradhtar pse thash Serbia e humbi Kosovën, përgjatë ndërhyrjes sime në debatin dinjitos të ditëve të fundit mes autoriteteve tona dhe atyre të Serbisë për paprekshmërinë e lumit Iber. Kryeministri Edi Rama dhe diplomacia shqiptare u përfshin në debat në distancë me autoritetet serbe pas paralajmërimit për ndryshim të rrjedhës së lumit Iber. Deklaratat e tilla u kundërshtuan dhe dënuan nga Bashkimi Evropian që kërkoi dialog mes palëve.